Solli objektin në fokus dhe kuptoi se po shikonte greminën e një ishulli. Shkëmbijtë e pjerët ngriheshin me dhunë nga oqeani, të mbuluar me një shtresë bari të gjelbër që përkule nga jashtë në të dy drejtimet. I hutuar, Jack preku ekranin e tij për të shënjuar vendodhjen e dronit me GPS-in e tij. Sipas të dhënave satelitore, ai po shikonte oqeanin e hapur. Ai e fluturoi dronin më poshtë, duke studiuar atë nga sipër kreshtës për të hetuar. Ajo që doli në pa ishte një provë e pamohueshme e banimit. Shtëpi të vogla prej drurit, grumbulluara fort pranë buzës së shkëmbit, të rrethuara nga gardet dhe shtigje të konsumuara, gjithçka duke e vjetër, por e mirë mbajtur qartë. Ai e zmadhoi më tej, duke rëshitur kamerën mbi çati dhe midis rreshtave të pemëve, duke vënë re një kopësht të mirë mbajtur. Ishte habitshme që sistemi i tij navigimit nuk tregonte asnjë të dhënë për këtë vend. Dyert e hapura dhe mjetet e ndryshkura të shpërndara përreth ishin dëshmi se kjo nuk ishte halucinacion. Ndërsa droni qëndronte pezull pranë skajit të pillëzuar të vendbanimit, një figurë doli papritur nga pas një peme. Ishte një burr i gjatë dhe i dobët që mbante një objekt të gjatë në një rëndor. I uaj shikoi drejt për drejt në lente, shpreha e tij tregonte zemërim. Jack ngriu në kuvertën e varkës së tij, i magjepsur nga armiqësia në shikimin e burrit. Përpara se Jake të mund të reagonte, burri ngriti krahun dhe hodhi objektin drejt dronit. Jake pa një turbullir të nxitonte drejt burimit të kamerës, i pa aftë identifikonte predhën para se të përplasej në pajisje. Lidhja humb, megjithëse sinjali i fundit GPS mbeti aktiv. Kushdo që banonte në atë ishull nuk kishte dëshirë të gjendej. Pavarësisht paralajmërimit i qartë, Jake nuk u dekurajua. Ai u nxit nga një përzierje nevojës financiare, sepse droni i tij kishte kushtuar shumë, si dhe një kurioziteti të madh për këtë territor të pazbuluar në art. Ai e shtrëngoi timonin, pamjet e burrit zemëruar dhe ishullit të pamundur luanin në mendjen e tij. Ai e shtyu përpara levën e gazit, duke drejtuar varkën drejt koordinatave ku droni kishte rënë. Udhëtimi ishte ndërshkues, mjegulla e përpiu varkën brenda pak minutash dhe deti dukej sikur luftonte kundër tij. Gjilpëra e busullës lëkundej në mënyrë të çrregullt, sikur forcat magnetike po përpiqeshin ta largonin. Pas një gjysmëore tensionuar betejë me elementet, mjegulla më në fund u thye, duke zbuluar realitetin marramendës të shkëmbinjve. Ata ishin një mur shkëmbinjsh të errët, që ngriheshin drejt nga oqeani, të mbuluar me shkure të gjelbra. Ai kontrolloi përsëri GPS-in, duke qeshur me idhërim me ekranin bosh, që ende këmbëngulte se ishte në detapur. Ai drejtoi varkën më afër, derisa kili u fërkua butësisht me një shkëmbërëre.